është edhe zëvendës kryetari, zoti Asim. Ftoj sekretarin të bëj apelin. Ermira Urupi, Bukuror Stafa, Imelda Sedini, Hektor Çiftja, Jana Zeqiri, Altin Gjordumi, Eva Bica, Lutfi Lala, Luiza Popja, Fatmir Vodollari, Kejsi Çakani, Ilirian Sadiku, Angela Ziu, Daniela Sulli, Arbri Feta, Eligerta Drizari, Jemin Tata, Smeralda Mallosi, Shefqet Bullari, Lediana Pisha, Afrim Qose, Arber Haxhiu, Enerieta Fera, Shpëtim Lapushi, Zana Rapa, Recep Kaçuli, Ereta Kumria, Erjona Jauri, Rudina Mita, Andi Shtylla, Doris Madhi, Ergys Muzhaqi, Mimoza Trimi, Dritan Çepa, Valbona Balliu, Artan Kana, Amarda Murati, Armonela Marku, Eugeni Saj, Aurora Domni, Naim Meta, Majlinda Kaçuli, Zamir Muzhaqi, Bianca Çopja, Altin Meçja, Ymer Balliu, Erjon Murataj, Esterina Shushku, Indrit Abdiaj, Lumturi Hasa. Marrin pjesë 31 antar, mbledhja kalon. Po, faleminderit. Atëherë në sallë janë 31 antar këshillit që do të thotë përbëhet kurumi. Vazhdojmë me mbledhjen. Miratimi i rendit ditës, sipas njoftimit që e keni pasur. Para se sa të fillosh, kisha 2 vërejtje për juve, por edhe për nënkryetarin. Para ca ditësh ishte një përkujtimor ose festë, si mund ta quheni ju, 10 korrik në Labinot Katun, ku ju pash dhe juve me simbolet të Enver Hoxhës, vetëm dorë s'po i maje, domethënë. Kjo mirë, ja, ka shumë problem. Mirë që falje nuk keni kërkuar, po të pakën të ruani aq sa mundeni, sepse në 44 deri në 90-ën janë vrarë apo pushkatuar 7.000 veta, ku 4.000 nga këta nuk kanë asnjë varr. Njerëzit e manë rrybja, themi neve, dhe fistikëria. Unë e di që Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë Komuniste. Faleminderit. Ashtu, siç edhe gjysma partisë time është po trashëgimtare e Partisë Komuniste. Priti minutë. Po boll tash. Dhe kjo është e dhimbshme. Neve nuk duam, pavarësisht se ne nuk u hakmarrëm anektese, ne kemi dashur gjithmonë ligjin. Një minutë. Po se nuk do e bëj diskutim tash, boll. Për sa kohë nuk janë dënuar krimet e komunizmit, lupo i luni këtë gjëra. Okej, faleminderit. Është e dhimbshme kjo pjesë. Faleminderit për sugjerimin. Patëm kërkoni falje. Unë s'kam qenë as antar partie, jam një person që jemi detyruar ti, qoftë si nënkryetar edhe herë. Ti edhe sekretar Këshillit Bashkiak, në çdo aktivitet. Unë isha edhe në aktivitetin që ishte përkujtimi i 82 vjetorit të Çamërisë. Po, si që nga gjatë tjetra. Pra, unë nuk jam nga ta që shikoj se qa ngrenë ti atje batan, se qa flet ti, unë nuk ka lidhe fare. Ti ke 35 vjetë që i ri mas kryetarit tatë, i cili ishtë sekretari partisë. Ishtë sekretari partisë komuniste, edhe kritikon mu që unë s'kam qenë i ditë antar. Megjithatë, faleminderit, nuk ka lidhe me këtë. Vazhdojmë, hapet votimi, me rendin e ditës hapet votimi. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 29, abstenim 1. Një s'ka votu, s'ka votu. Bëni kujdes, se njëri s'ka votu. Miratot, rendi ditës. Kalojmë ke pika 2,
mbi miratimin e procesit verbali të mbledhjes së muajit qershor, datë 25/6/2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro se 7, abstenim 3, kundra. S'ka. Pika 3. Mbledhjen e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin qershor 2026. Është nevojë ta relatojmë apo vazhdojmë? Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 30, abstenim 0, kundra 0. Është një që a jemi 31? Jo, dhe mirë. Kalojmë ke pika 4. Pro ishin 30, abstenim 0, thash, dhe kundra kalon dhe kjo pika. Atëherë ke pika 4, mbledhjen e ndihmës ekonomike nga Fondi kushtëzuar për muajin qershor 2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 32, abstenim 0, kundër 0. Kaloj dhe pika 4. Atëherë kalojmë te pika 5. Mbi miratimin e fillimit të procedurave për përgjithësimin dhe ndryshimin e zënit katastral të pasurisë numër 7/40, ndodhur në zonën katastrale 85-25, lagja Agjias, nga Lulishte në rrugë Bashkia Elbasan. Kjo ka nevojë për shpjegim, zoti Kryetar. Po, përshëndetje të gjithëve. Besoj të gjithë e dim faktin që ke zona e spitaleve u bë një mur ko më parë dhe nga bërja e këtij murit shumë disa banesa dhe disa biznese kanë humbur aksesin e rrugës. Pra, në atë zonë aty ka pas edhe konflikte që janë të njohura tashmë. Kështu që ne po hymë në këtë këshill bashkiak për të miratuar në parim ndryshimin e statusit të kësaj pronës. Duhet të kemi të qartë që në ASHK aktualisht është pa status juridik kjo pronë, ndërsa në inventarin e bashkisë rezulton si Lulishte. Kështu që është e nevojshme për të dhënë aksesin dhe rrugën e kalimit të këtyre banorëve, të ndryshojmë zonën kadastrale nga Lulishte tash ta bëjmë në rrugë. Ky është miratimi në parim në Këshillin Bashkiak. Pastaj vendimi i Këshillit Bashkiak është një nga dokumentet që do t'i bashkangjites dosjes, por në Këshillin e Ministrave, ku bëhet ndryshimi i zonës kadastrale dhe pastaj të rezultojnë edhe në ASHK rrugë. Pastaj është momenti që bashkia mund të ndryjë për të dhënë aksesin ligjor këtyre banorëve. Të gjithë e dim që dhe aktualisht ajo përdoret si rrugë, por duhet të rezultojnë si e tillë edhe në zonën kadastrale. Faleminderit. Zoti Lalo. Po, zot Altin. Përshëndetje. Këtu ke letrat, domethënë po shikoj që këtu ka dhe një vendim gjykate. Për çfarë është ky vendim gjykate? Mund të më shpjegoj pak specialistët, lutem? Domethënë, ky vendim i gjykatës sqaron që bashkia duhet të ndrojë statusin kadastral apo thjesht liroj hapësirat publike ke zona që aty janë zaptuar? Okej, sigurisht që është nisë kjo procedurë për miratimin në parim të kësaj, edhe nisur nga kërkesa e 5 banorëve që janë në të zonë, edhe nga një vendim i formës së prerë i gjykatës, ku shprehet që të jepet akses rrugë banorëve që janë aty. Por që të jepet aksesi rrugë duhet edhe në
ASHK duhet të rezultojë në zonën kadastrale edhe si e tillë rrugë, që të jetë një rrugë e përreshme dhe të mirëmbahet si rrugë edhe nga Bashkia Elbasan. Pra nuk mund të bëhet rrugë një pronë që në inventarin e bashkisë rezulton lulishte. Pra duhet të figurojë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës rrugë dhe pastaj të bëhen ndryrë për ta sistemuar dhe për të qenë e përjetshme edhe ligjërisht rrugë kalimi për gjithë ata banorët që janë aty prezent. Edhe unë kam një ashtu. Unë nuk jam dakord për t'u hapur si rrugë, ose ka Fjala kaq për këtë, kohë. të lutem. Për mua, do, flasim mos. Jo, ka mbyllur. Po. Ose bon. Sepse aty është territor spitalor dhe duke bërë gjitha ajo lagje, duke u futur me makina, aty bëhet një katraur për urgjencat, për mendimin tim. Po jo, ka lidhje, si s'ka, aty është rruga kryesore. Dëgjoj, aty është rruga kryesore dhe unë kam punuar kaq kohë atje dhe e di ngarkesët që ka. Çfarë i kushton atyre të dalin kështu rreth e qark, është rruga. Po jo pra, ka tani ti je ekspert për këtë punë. Unë nuk jam dakord për të futur në më bëhet rruga jo. Fjala për zojën. Okej. Trafiku. Po, Jepet mundësia për të folë dhe duke ditë situatën atje afër spitalit, bashkohem me menimin e jetës. Aty nuk ka vend për të hyrë makina, sepse po t'isha ashtu si zhvën muri, ndërsa tani aty është një rrugicë e ngushtë, intereson kujt i intereson nuk ka problem, por nëse do kishte ndërhyrje, të hapin atë rrugën që pengohen ambulancat, ajo duhet marrë seriozisht, se po përplasen njerëzit. Jo një rrugicë që intereson X personi për shembull. Aty vend për makina s'ka. Po deshët bëhet katraur, bëheni. Hapni rrugën aty ku është për të hap, që të kaloj ambulancat, kaloj njerëzit lirshëm. faleminderit. Zoti Lala, Po, të gjithë e dinë që ajo nuk ka lidhje fare me spitalin, nuk bllokon asgjë. Tu janë 5 familje që vetëm ato 5 familje do kalojnë aty, nuk do kalojnë tjera, sepse ajo rruga nuk ka kry. Se po të kishte kry, jam dakord unë. Jo, më falë, jo. Ajo rruga po të kishte kry, jam dakord. Por nuk bën kështu, domethënë që t'jeni kaq të Po do kalojnë njerëzit sepse aty mund të vritën njerëz me hujnë i ditë, edhe di shumë mirë ti. fjala për zotin rektor. Përshëndetje, kam një pyetje, thjesht për sqarim për nën kryetarin, lidhur me përditësimin dhe ndryshimin e zërit kadastral. A është kryer procedura e konsultimit publik dhe që ne kemi të detyrueshme edhe me konsultim publik nënkuptohet dhe të gjitha aktorët që impaktohen aty, përfshi dhe spitalin. Është një nga procedurat pa cilat ne nuk mund të përdorim, nuk mund të hyjmë me materialin e këshillit. Okej, siç e dim të gjithë, servityti i rrugës është një e drejtë ligjore për çdo banor që ka drejtë shkojnë ke banesat e veta. Dhe servityti i rrugës, nëse një banesë nuk ka rrugë që të shkojë dhe nëse rruga ku duhet shkojë është private, ka dy mënyra, ose privati bie dakord që të hapi rrugë, ose me rrugë gjyqësore. Në rastin konkret, kur e ritheksoj dhe jo me fjalë, por që është me dokumenta dhe që keni përpara, kjo pronë aktualisht është tokë shtet dhe në inventarin e Bashkisë Elbasan dhe nuk është e spitalit. Pra nga muri e brenda është e spitalit, mas murit ajo zonë kadastrale, ajo numër pasurie aty është e Bashkisë. Dhe për dhënien e servitutit të rrugës është kjo procedurë ligjore e rregullt që po ndjekim dhe s'ka nevojë për konsultim publik. Plus kësaj kemi edhe një vendim të gjykatës të formës së prerë që kërkon një gjë tillë. Në kryetar nuk ka asnjë vendim që s'ka nevojë për konsultim publik. Mund të flasin juristët për këtë punë, po Okej. Fal. Hapet votimi? Zoti kryetar Po, i grupit, sapo e përmendi nën kryetari, ka një vendim gjykate vëlla. Nuk mund të dalim kundra vendimit gjykatës. 1, e dyta, konsultimi publik është. Ne jemi gjithë qytetarë të këtij qyteti. Atje nuk janë 50 familje, as 500, as 5000, janë 5 familje. 6, urdhër. Po këtyre 6 familjeve do të krijosh. Kupton?
Rrugë më që të shkoj. Po jo me kush, ore pse ngataroni me spitalin, se s'ka lidhje me spitalin kjo punë, se po kapem mas mustaqeve qeropicarit. Ore s'ka lidhje me spitalin fare, janë 6 familje aty që nuk kanë akses për të shkuar ke familje. Unë qesh në mbledhjet e komisioneve dhe i pyeta djemt që sollën materialin. Ai problemati është një problem i mbartur, i vjetër. Pra, ato familje nuk kanë nga të hyshin më përpara, kur nuk ishte muri i spitalit. Edhe ne këtë e dim gjithë, dhe bëjmë sikur se dim. Pra, kur nuk ishte muri i spitalit, hyshin në përshpite veta. Tashi që është bërë muri i spitalit, i biqet kalojnë ke komshiu numër 1. Komshiu numër 1. Po e kam parë shumë mirën. E para, e dyta. Drejtoria përkatëse kërkoi që ta kalojmë këtë material edhe për rastet e zjarrit apo ku diun se si mund të ndodhi atje. Pra nesër do themi po neve që ore nuk shkoj do të zjarfiksja deri ke shtëpia filanit. Ndërkohë që konsultimi e para e tha nën kryetari i bashkisë që nuk ka nevojë sepse neve po bëjmë vetëm një ndryshim. Pra nga statusi lulishte në statusin rrugë. E dyta, ja ku e ke konsultim për publika, ato 6 familje janë aty, ne e dim shumë mirë. Do pyesim. Po jo më se do i rrugit, çfarë rrugë do bëhet? Unë kam punuar një doktor aty. Zot Zoti Lala. Po ne ke kalara, që ja bëjnë që s'na tjenë zjarë fiksja. lutem. Ju lutem të dyve, lini replikën se nuk ka as arsye as argument. Pa kam fikën atë që. O zoti Zamir, të lutem. O zoti Zamir, të lutem. Sepse ka qenë gjyshi jote dhe gjyshim që i përmendeshin 50 mjema. Dhe e di shumë mirë këtë. O zoja, të lutem, zoja Mira, mos bëni debate se nuk kanë efekt fare. Po lene se nuk kanë, zoti Zamir, të lutem, s'kalon e vendime. Jo, nga ty thashe dhe nuk e preste. Fjala për zotin rektor. Le ta thojnë të tjeret, motra ime. Lere ta thojnë tjeret, jo ti. Lere me ta thojnë tjeret, me mbi emra, me... Kush flet pa mikrofon dhe pa leje është i pa regjistruar. Lini debate se jeni të pa regjistruar. Aty ke. Zoti rektor, fjala për ju, ke mikrofonin hapur. Sepse ne nuk kemi një këshill që merri me emrat, dhe zbesoj që nga pjesa e Partisë Socialiste këtu ka një problem me emrat. Absolutisht në parim dhe politikisht, diku ku ka pasi lulishte që bashkia se pas ka ditë që është lulishte dhe se ka vënë funksion, dhe bëhet një rrugë apo një urë që komunikoj njerëzit
çfarëdo gjë tjetë është shumë mirë, sepse në vetë bën që bashkia të ketë mundësi të investojë për më shumë rrugë, dhe rrugët janë komunikim, dhe komunikimi është lehtësi i jetës së çdo njeriu, pra askush këtu nuk po merret me emrat. Dhe ju po ngrini për punë emrash se ashtu doni ta ngrini. Unë insistoj që bashkia ime të jetë në rregull me procedurat e letrave. Mirë po që kanë rregull, i sekond, mirë po që kanë rregull vetëm me procedurën tuaj, sepse procedura juaj quan konsultim publik vetëm konsultimin e banorëve. Lexojeni se ç'është konsultimi publik. Konsultimi publik janë të gjithë elementët e impaktuar. Kur ju po flisit për numër Pra, familjesh, të lutem i prezanto familjet, kaq. Çfarë keq ka? Ne të gjithë dimë emër me ndjenjë. Atëre, është debat që nuk po sjell asgjë, nuk po hapet votimi. Pjesën e të nxehme si herë, aty je gjysma jote më e mirë. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 26, abstenim 5, kundra 2. Vazhdojmë? Po përmen as se kalon, 26, po përmen 26, pro, abstenim 5, kundra 2. Zyrat juridike, le ta justifikojnë, ose ta shpjegojnë më mirë. Pika 6. Miratimi i tavaneve për shërbimtarët të shfrytëzimit dhe periudha afatmesme 2027-2029. Pak shpjegim, zoti Shefqet? Në lidhje me këtë, ne realisht në mbledhjen e mëparshme miratuam buxhetin e fatmesëm bashkë me shpenzimet e të ardhurave. Ktu kemi vetëm një ndryshim të vogël gjatë hedhjes në sistem nga Ministria e Financave, kemi një paksim të transfertës sektoriale për vitin 2008 dhe 2009, të cilët duhet të reflektohen në buxhetin e fatmesëm 2027-2029. Dhe shuma duhet paksohet me 15.548 lekë për vitin 2028 dhe 15.703 më pak për vitin 2029. Ja dy ndryshimet të diktuara nga sistemi që ka bërë Ministria e Financave. Të tjerat janë miratuar, nuk ka asnjë ndryshim, edhe të ardhurë dhe shpenzimit janë pa ato që kemi miratuar. Është një ndryshim i domosdoshëm për sistemin. Ka ne pyetje? Hapet votimi? O, zoti Altin, ta tarkoj edhe shoqërore edhe kështu. Kemi edhe një pikë që është shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me zjarr fikse, domethënë një shqetësim shumë i madh për gjithë komunitetin, për gjithë zonën, për gjithë qytetarët. Po pritet pastaj ke një pikë tash direkt. Edhe unë bile do ta kërkoja shoqërore këtë, edhe kisha një nga pikat më të kemi të bëjmë me një pikë të rëndësishme që do duhej mirëkuptimi edhe juaj. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 26, abstenim 2, kundra 2. Kujtun s'ka votuar fare se duket. Çka ka? Nuk votoj asnjë gjë më. Ka kështu, nuk do zjarr fiksen edhe, s'ka problem. Pika 7. Për ngritjen e një stacioni të ri zjarfikës me mjete, pajisje dhe personel zjarfikës në territorin e Bashkisë Elbasan, si dhe një shtesë me 10 punojës nga organika e detyrisë së shërbimeve për mbrojtje nga zjarri dhe shpëtimi. Sigurisht që ka nevojë për një shpjegim, zoti nënkryetar, po dikush tjetër? Po? Atëherë përshëndetje.
përveç rritjes kapaciteteve në mjedhe dhe në pajisje, neni 7.2 i ligjit 152/2015 parashikon një zjarfikës për 1.500 deri në 2.000 banor. Aktualisht shërbimi i zjarfikës ka 35 punojës operacional që është larg, gjithashtu ka një territor prej 872 km2. Ligji parashikon që një bashki mund të ketë më shumë se një stacion. Gjithashtu në relacion janë të relatuara të gjitha arsyetimet sepse kërkohet të ngrihet stacion në vendodhen e përcaktuar e cila është menduar në Bradashesh, afër zonës industriale. Gjithashtu janë dhe, siç e citova, dhe arsyetimet në relacion, që janë diku 4-5 pika të argumentuara. Po patjetër. Do të bëj pyetje. Po mirë, një nga zjarr fikset, shumë mirë që e bëni atë stacionin atje, po pse nuk çoni një nga zjarr fikset atje bashkë me 2 grupet e turnave apo 3 sa janë? Nuk ma kupton pyetja. Okay. Ky është qëllimi i kësaj nisme që normalisht atje qëndron mjeti, po do dhe godinën që është bazike ose se atje do qëndrojnë punojësit. Do një kapanone cila është aktuale është pronë e bashkisë, është ngjitur me njësinë administrative, po që të funksionoj një stacion i ri, minimalisht do 13 punojës. Një shef stacioni dhe 12 punojës operacional. Ne kemi menduar 10 se bëm dhe shtesën vjetë prej 10 punojësish, edhe arrin total 25 punojës, nga të cilët 13 do jenë, është po e njëjta varësi, po nga njëjta drejtori, thjesht do jenë 2 stacione me vendodhje të ndryshme. Kjo, siç e thash dhe më lart, ka të bëjë dhe me rritjen e kapaciteteve operacionale. Ne aktualisht operojmë me 8 mjete dhe t'i mbajmë gjitha në një vend për të rritë dhe kohën e shpejtë reagimit, se nga stacioni aktual. Fjale për zotin Bugosh. Faleminderit. Që shtohet numri punojësve bëhet një shërbim tjetër, më thënë jam plotësisht dakord, është gjë shumë e mirë. Bile edhe kjo shtesa, për mendimin tim, është pamjaftueshme, sepse me kohët që po vinë, veçanërisht nga thatësirat e mëdha, jo vetëm zjarr fikse, por duhen shtu dhe rrugë edhe e tjerë. Ka shumë që duhen bërë në këtë drejtim. Tash vetëm një pyetje kisha. Tash numri i punojësve është 42, përfshi dhe 10-in, apo pa 10-in? Nga 42 që bëhen 52. Apo ja? Ashtu. Tash meqenëse shtohet numri i punojësve, shtohen dhe mjetet, burimet financiare, nga janë, nga do merren, sepse ne kemi miratu këtu në Këshill numrin e punojësve. Do jetë mbi numrin që ka bashkia, apo brenda numrit që ka bashkia? Faleminderit, fjala për zotin Asin. Okej, përshëndetje të gjithëve. Në fakt, kjo është një nismë e marrë për të përmirësuar shërbimin e zjarrfikseve. Siç e dim, kohët e fundit rastet e zjarreve po shtohen dhe ne duhet të jemi sa më vigjilent për të parandaluar sidomos, po dhe për të qenë vigjilent në shuarin e zjarrit në kohë reale. Sigurisht ka dhe një ligj që sankcionon numrin e punojësve të zjarrfikseve. Ne jemi akoma në minimum. Pra, ligji thotë që në 1500-2000 banor duhet ketë një punojës zjarrfiks. Pra, numri sipas ligjit duhet jetë rreth 90 punojës, ne me këtë shtesë shkojmë 52. Qëllimi final është përmirësimi i shërbimit të fikjes së zjarreve. Realisht dhe aktualisht, ne kur kemi rënien e zjarrit, çojmë edhe punojësit e Agjencisë Shërbimeve Publike Rurale që nuk janë për atë funksion, sepse nuk kemi numrin e duhur të punojësve.
Për sa i përket shpenzimeve, fondi i punojësve vjen nga qeveria. Nuk ka nevojë që bashkia të ketë fond për përballimin e numrit të punojësve, se vjen gjithmonë nga qeveria fondi për zjarfikset. Dhe pra 10 që do shtohen është me fondin e qeverisë. 3 nga punojësit e tjerë do kalojnë nga njësia që kemi aktualisht tek njësia tjetër, edhe bëjmë dhe një shpërndarje të mjeteve. Ne tani kemi bler 2 mjete të reja të zjarfikseve, dhe te kjo njësi e re do kalojnë edhe një pjesë të mjeteve të zjarfikseve që kemi në dispozicion, pa shtuar të tjera sigurisht, edhe kemi një shpërndarje të mjeteve të zjarfikseve dhe të punojësve për të qenë sa më afër zonave. Pra është për të qenë sa më vigjilent dhe sa më eficient në fikjen e zjarreve. Është në mirë të qytetit dhe në mirë të banorëve tanë. Okej, fjala për Zojën Bianca. Përshëndetje. Së pari dua të theksoj që relacioni për ngritjen e një stacioni të ri zjarfikës është një nisë nevojshme që i duhet qytetit Elbasanit, por do të thoja që nëse ky stacion ishte ngritur pak kohë më parë, do të na ndihmonte për të parandaluar ngjarje të rënda si pika e skrapit që u dojë, si zjarri në vend të mbyllimin e mbetjeve, apo dhe ngjarje të tjera të rënda në Elbasan. Dua të bëj diçka të qartë që ne nuk jemi kundër ngritjes së këtij stacioni zjarfikës, por jemi kundër mënyrës si kjo çështje po përdoret politikisht dhe kundër abuzimit të fondeve publike. Jo më lart se 10 muaj më parë u kërkua një shtesë dhe zotëria e konfirmoi këtë rritjen e numrit të punojësve zjarfikës. Dhe atëre ju thash dhe për ritheksoj tani, ky sektor ka nevojë mbi të gjitha për paga dinjitoze, për pajisje moderne dhe për investime reale dhe jo thjesht për shtim punonjësish. Dhe në fakt kam 2 pyetje për drejtuar. Pse ky investim nuk është bërë më herët dhe pse pritet fundi i mandatit për të kujtuar nevojën për stacion të ri zjarfikës? Sepse nëse do interesonte me të vërtet situata alarmante ku ndodhet qyteti Elbasanit, do të ishte marrë kjo nisën shumë më herët. Por në fakt do thoya që ky do të jetë përsëri një punësim elektoral, sepse jemi në vit elektoral. Dhe përpara se kërkoni fonde shtesë, janë disa pyetje qytetarët kërkojnë përgjigje, është dhe për problematika të tjera të qytetit, që kanë lidhje me ujësjellsin, që kanë lidhje me gropat, që kanë lidhje me ekoelbin, që kanë shumë problematika të tjera. Kështu që ju lutem kur kërkoni të tilla shtime elektorale punonjësish, merrni parasysh dhe problematika të tjera që ka qyteti Elbasanit. Faleminderit. Faleminderit ju. Zoti Jasin. Form pyetje, pse jo. Nëse ne do të kishim zgjidhur gjitha në fillim vitit para 10 muajit kur thotë Zoja Bianca, ne do ishim mbledh më muaj për muaj. Po, të kishim milë të mohabet. Okej, kjo nisëm u morë dhe nga situatat e fundit të rënjeve të shpeshta të zjarrit. Pra po shihet që rëndja e zjarrit janë më të shpeshta dhe me këto numër punojës që kemi aktualisht nuk e përballojmë dot. Pra ne fatikisht është punuar shumë mirë për shërbimin e zjarfikseve, kemi shtuar arsenalin e mjeteve, edhe pajisjet nuk mungojnë dhe janë të gjitha eficiente, vetëm është vënë re mungesa e numrit të punojësve në përballimin e situatave të zjarrit. Prandaj u arsyetua dhe u mendua që të shtohet ky numër me 10 punojës të rinj dhe që të jenë edhe të trajtuar edhe të aftë për përballimin e situatave të zjarrit. Faleminderit. Atëre, hapet votimi. Mbyllet votimi. Proj se 7, abstenim 3, kundra 5. Faleminderit edhe për pikën 7. Bashka njëtur në doset keni 2 informacione që janë këtë ndryshmet. Po, paka shumë keqe ajo për situatën e zjarreve. Jeta gjeshtë dhe ajo që është praktik pothuajse çdo vit dhe ajo situata e vaditjeve sezonit për bujqësinë.
Qoftë se s'ka gjë, t'ju uroj pushime të mbara. Faleminderit të gjithëve. Mirë pafshim. Ta mbyllë? Që dojë, i pyetje ti? Sa mirë mos e mërzitja,